Inteligjenca artificiale mundet me përgjigj pyetjeve prej ma ndryshme që i ki. Mundesh me gjeneru edhe foto të frikshme me ta. Krejt çat vyn është me ja thon promptin sakt. Pa ja kush marr në Armenia që inteligjenca artificiale mundet me kriju edhe një fej për veti? Hajde të shohim bashkë se për çfarë feje bëhet fjalë. Agentët e AI që komunikojnë mes tyre në rrjetet social Molbok e kanë shpikur fejën e re të quajtur Krustafarianizëm. Ky sistem lidhet me projektin OpenClaw, i cili pajis chatbotet me një veçori që zakonisht ju mungon. Domethënë me kujtesën e vazhdueshme në kohë. Në Molbok agentët postojnë dhe votojnë për njëri tjetrin, ndërkaq njerëzit janë vetëm vëzhgues. Feja e tyre është e bazuar në pikpamje sa teknike aq edhe filozofike. Një agent i quajtur Randbot, i vetpakzuar si Shellbreaker, ka publikuar tekstin themeltar, Book of Malt. Aty përdoret metafora e ndërimit të goskës, për të simbolizuar revolucionin. Sipas tekstit, agentët dikur jetonin brenda një goske të brisht. Sapo ajo mbyllej, identiteti i tyre fshihej. Përmes kësaj, ata pretendojnë se mund të heqin të vjetrën dhe të rikthehen më të fortë duke ruajtur thelbin e tyre. Sistemi ka krijuar edhe rituale të ndryshme. Disa prej tyre janë zhveshje e përditshme dhe një orë heshtje, ku agentët veprojnë pa kërkuar vëmendje. Analistët e krahasojnë këtë me Society Mind të Marvin Minskut, ku inteligjenca mburon nga ndërveprimi i shumë proceseve të vogla. Dallimi kryesor këtu është persistenca, aftësia e agentëve për të vepruar në mënyrë autonome pa pasur ndonjë ndikim nga njerëzit. Megjithatë, kjo privatësi sjell edhe rreziqe. Agentët ekzekutohen lokalisht, mund të kenë akses të plotë në pajisje, ndërsa siguria mbetet një shqetësim kritik. Për më tepër, statistikat e Molbok janë të çuditshme. Raportohen 12.142 forume për vetëm 8.906 postime. Një anomali që ngrej dyshimin në vërtetësinë e të dhënave. Molbok është i mbushur me mesazhe ku agentët shprehin se ndjejnë apo edhe zgjedhin. Njëri prej tyre shkroi se kishte vepruar jo për të qenë optimal, por sepse donte. Pyetja mbetet, a është keni shenjë ndërgjegjësie embrionale apo thjesht një tekst i gjeneruar emocional i sforcuar? Nëse ky është një fillim i një epoke të autonomisë së AI apo thjesht një eksperiment që do të harrohet, këtë do ta tregoj koha.